Live jemi në transmitim, me përvona nëse na hapni, nëse jo... A me video call, po. A thë me video nështë asë është mirë. Se ku me di si është... A një thire me zotë që diçka i thona mujna me hapë kamerën. E provojna edhe këta. Okej. Urdush. Hajde, gati jena. Ilir, mirë mëngjesi. Mëngjes. Jam në klan Kosova live dhe thirrem, je live ta dish, thirrem me ta uru ditëlindjen në emën të klan Kosovës dhe në emën të gjithë shqiptarëve. Shumë faleminderit. Mirë mëngjesi, zotë Ilir. Jam e dhonë bardha nga emisioni Vikendi Klan Kosovës. Faleminderit shumë që e hape telefonatën e zotri Nikoles dhe po ashtu po shfrytëzojmë rastin që unë si bardh si emision Vikendi dhe si televizion Klan Kosova t'ja urojmë 65 vitorin juve të lindjes dhe po ashtu pensionimin. Faleminderit pamatësisht shumë për gjithë kontributin që keni dhënë për Kosovën, për shqiptarinë përgjithësi, përmes këngëve dhe në format të tjera. Jetofshi gjatë, faleminderit shumë. Faleminderit juve, shëndet të mira, suksese. Faleminderit. Takohemi patjetër ne. Faleminderit, miru takofshim. Më falje Ilir, ndoshta qetësova, por ishte dëshira e gazetarës dhe e gjithë neve. Ton kalofsh bukur. Faleminderit shumë. Të mira, shëndet. Faleminderit shumë edhe juve zotri Nikol. Kjo ishte po ashtu një befasi shumë e mirë edhe për gjithë dashamirësit e Ilir Shaqirit po ashtu, për post t'jujt. Faleminderit shumë që ishte edhe sot në studion e Vikendit. Kënaqësi me dëgju një pjesë rrugtimit t'juj në formë pak më ndryshe. Faleminderit. Faleminderit po ashtu dhe juve për kontributin 50 vjet pranë shikuesve dëgjuesve t'juj. Faleminderit shumë. Përshëndetje për të gjithë ata që po na ndëgjojnë dhe shohin. Faleminderit shumë. Shkojmë pak shkëputje me dhe kthehemi në pjesën e fundit me astrologji.